E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'i dhënë zë edhe një herë veprimit që ndodhi natën e mbrëmshme, një veprim i pahishëm brenda shtëpisë së Big Brotherit nga dy burra të moshuar. Në fakt nuk dua shumë ta gjykoj Artanin duke njohur natyrën e Artanit që nuk është se u ave gjërave shumë rëndësinë dhe nuk e din se çfarë veprimesh bën. Më duket pak si shpejtuar, por veprimi në fillim erdhi nga Rogerti. Ju e dini shumë bukur se sot po bën xhiro në rrjetet sociale një video, në fakt e papritur që do të ndodhte brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Rogerti me vëmendjen e tij, do të thënë me dëshirën e tij, hyri në krevatin e Brikenës pa dëshirën e Brikenës. Tani, se çfarë quhet kjo? Dhe se si e kanë kuptuar familjarët dhe a mund ta quajmë një lloj kërcënimi që vetëm e vetëm ta bëjnë Brikenën që të ndjehen keq? Me pa tjetër që po. Unë kam një letër në dorë, në fakt janë reagimet që kanë ardhur në Instagramin e Brikenës, konkretisht në storyn e saj nga familjarët, nga miqtë të saj të afërt, të cilët kërkojnë me pa tjetër zarf të zi për Rogertin brenda në shtëpi, për veprimin që ka bërë kundër drejt Brikenës për të munduar ta njollosën emrin e Brikenës pasi që Rogerti nuk pas kaloi. Ne familja e Brikenës po shkruajmë këtë reagim me zemër të thyer dhe me dhimbje që nuk mund të përshkruhet lehtë me fjalë. Ajo që kemi parë ditët e fundit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania na ka tronditur thellë si prindër familjar dhe si njerëz, në përgjithësi domethënë si shoqëri. Brikena ka hyrë në atë shtëpi me dinjitet, ka hyrë me edukat dhe me një formim që ne si familje ja kemi dhënë me shumë sakrificë. Ajo ka hyrë për të luajtur, për të sfiduar veten dhe për të treguar personalitetin e saj dhe jo për të përballuar me situata që cënojnë integritetin, figurën dhe emocionet e saj. Veprimet e Rogertit kundërdrejt saj kanë qenë të papranueshme dhe të dëmshme emocionalisht gjithashtu edhe të Artanit. Ndërsa situata me Artanin, e cila kaloi çdo kufi etik dhe njerëzor, na ka lënduar jashtëzakonisht shumë. Loja është lojë, por askush nuk ka të drejtën të përdorë afrimitetin, presionin emocional dhe situata të paqarta për të ekspozuar apo për të vendosur dikë në pozitë të vështirë. Ne nuk po reagojmë si spektator, po reagojmë si familje që sheh vajzën e saj të vendosur në situata që nuk përfaqësojnë vlerat me të cilat ajo në fakt është rritur. Rrethi i ngushtë, miq të familjar dhe mbështetësit tanë në rrjetet sociale kanë reaguar masivisht. Në Instagram po kërkohet qartë zarfi i zi dhe drejtësi në këtë rast për Brikenën. Kjo nuk është thjesht një kërkesë emocionale, është një thirrje për përgjegjësi. Produksioni ka detyrimin të mbrojë çdo banor nga situata që cënojnë dinjitetin dhe imazhin e tij. Ne kërkojmë trajtim të barabartë dhe vendime të drejta, nuk kërkojmë favorizim. Kërkojmë drejtësi kundërdrejt Brikenës. Brikena është vajza jonë. Është një grua me vlera, me ndjeshmëri dhe me karakter. Ajo nuk meriton të bëhet pjesë e situatave që krijojnë perceptime të gabuara apo që dëmtojnë emocionalisht. Ne do të qëndrojmë pranë saj pa kushte, do ta mbrojmë me çdo mjet moral dhe ligjor nëse do të jetë nevojshme. Dinjiteti i saj është mbi çdo spektakël. Loja ka limite, respekti nuk negociohet. Në fakt, ky është reagimi që ka ardhur në Instagramin e Brikenës. Janë hedhur në fakt shumë story që mbështesin Brikenën dhe kërkojnë që të shikohen situatat me syrin e qytetarit, me syrin e shikuesit dhe të mos të ketë toleranca për ngjarje të këtilla. Brikenën e kemi parë natën e mbrëmshme shumë të shqetësuar, është munduar që të tregohet e fortë. Unë mendoj që banorët, të cilët vërtet janë të suksesshëm brenda kësaj loje, duhet të
të vlerësohen nëpërmjet lojës, do me thënë duhet të luhet dhe jo të preket në gjërat e tyre që në fakt i kanë shumë të shenjta, siç në fakt është rasti i Brikenës që e ruan me shumë dinjitet ndershmërinë e saj si shpirtërore ashtu dhe morale. Unë besoj që kjo si tematik do të trajtohet në prajmin e së shtunës, do me thënë do t'jetë një ndër tema që do të përflitet më së shumti dhe do të komentohet mbi këtë ngjarje.